Shikues të nderuar, siç po e shihni, protesta sa po vjen edhe po bëhet më masive, shkojmë bashkë mos me shomin ai me këtunin. Paten? Përshëndetje, si jeni? Sa dri ka ardhur? Si kaluat, po? Melson, si kaluave? Faleminderit shumë. Si ka ardhur valla? Ku shmendi? Po. Faleminderit shumë që pranut. O, këtë e se ma, për në kështë thonë. Unë e ku morë me befasi, që ku më lajmru as kur gjo. Që e bënë, ku me befasi gjithë? Pse keni do sot protest? Protesta po vazhdon? Protesta do vazhdoj dhe do zgjerohet, po mbi gjitha do thellohet. Sepse nga ky moment që po shohim këtu, do vinë një çast i dytë, që po vjen gjithë diaspora, dhe nuk do t'ikim nga ky shesh, do rrim këtu. Pse mendoni që kemi thonë që Edi Rama nuk kurzohet me protestë? Jo, nuk kurzohet. Ai mund ta lejë një vit kështu ne po doj. Se s'ja ndjen. Nëse paralizohet edhe një vend ai s'do di. Ai nuk do me ditë për asnjë protestë, për asnjë zë, për asgjë. Ai ka frikë vetëm nëse populli bashkohet dhe i shkon e viziton zyrë. Po, ha? Po. E pse keni dhënë dotën 2 korrekt kur Rama do të bje? Po ne na bën këta popull refugjat. Dhe ne jemi refugjat në vend tonë. Në vitin 90 ne shkojmë në ambasadat e huaja. Kemi mësuar që kjo është ambasada e huaja vetëm në Shqipëri. Se kjo është ambasada që nuk është qeveria shqiptare. Kryeministria është ambasada e huaj? Po, edhe kjo është ambasada e huaj. Dhe themi që ne si refugjat shkojmë kërkojmë azil brenda. E pse me 2 korrekt dotën që do të bje? Po të korrigjojmë një gabim të vitit 1990, mas 36 vjetësh. Apo vinë gjithë diaspora. E ki fjallën për Kushtetutën e Republikës Kosovës që është majtë me 2 korrekt? Jo, e kam për 2 korrikun e 1990 kur shqiptarët u futën në ambasada për të ushtruar, që ishte edhe moment që u thye diktatura. Po ne për gabim atëherë që shkuam në ambasada. Do të kishim shkuar këtu. Vilson? Ordro. Si kaluve, faleminderit shumë. Surprizë shumë e bukur, të kam pritur më përpara, po më rëndësi që ka. Tha Pollum Pilinçi që nuk më kanë përzën nga protesta Vilsoni. Po pse nuk hyri atëherë për të folur? Ai ka hyrë me makinë, Po ka hyrë me makinë mund të hyrë shumë veta, po fonia atje, foltori është atje për të folur dhe ai s'ka rrit me fol. Cili ishte mesazhi i protestës? Cili kishte më qenë mesazhi i protestës sot Altin? Ka disa slogane kjo protestë i thojnë të gjitha. Shqipëria nuk është për të shitur. Kjo është më e rëndësishme nga gjithë. Sepse Shqipëria po shitet copa. Dhe kjo është protesta e parë sovraniste në historinë e Shqipërisë. Po ka dhe një slogan tjetër shumë të bukur që e duam fort, Ramanburg Berishamburg, që do thotë rrëzimi një establishmenti politik 36 vjeçar, apo më saktë me ndalu tranzicionin. Po kush do të jetë kryeministri i ardhshëm sipas juve? Pilinçi, Marin Mema. Me kam sinqerisht se jeni bo shumë burr. Kryeministër teknik ai. Çdo ditë një kryeministër, çdo ditë një. Po kush do të jetë në fakt? Në fakt gjitha janë kot, e rëndësishme është edhe të nxjerrim një qeveri teknike, e cila do të jetë kujdestare. Po nga kush do të zgjedhet qeveria teknike? Nga kush? Unë besoj që ky popull që është këtu, duke ushtuar rrugës dhe duke arritur ke finalja vet, do të ketë dhe propozime konkrete që të jetë një qeveri që zvaret nga Berisha dhe Rama. Që nuk është qeveri PSPD. Oh, i dashur, si kaluve. O lodhe. Oh, grazie veçanta. Si kaluve? Keq. Pse? Keq vëlla, se ka marrë vete nga kamera fshat. Fola ki nga Kollumbia, nuk i arrestua? Ai u tha që është arrestu shpengosh. Po, FBI. Pollum Pilinçi tha është arrestu shpendi. Një forcët e FBI aty duke pritur që. Ku është Plumbi? Profesor Plumbi. Sa dola vllai? Keni dole sot protest shpend? Për ditë. Cila është arsyeja që keni dole protest? Na e dim, po dinjiteti vlla. Jemi në 2026 dhe kërkojmë prapë ujë drita, kuptoni çapo. Po çka? Kush do ta zgjedhë kryeministrin e Romës? Nëse do di Roma dhe Berisha nga pushteti dhe opozita. Supozohet që ta japi shteti, ta japi populli për zgjedhjen, po ju vedini që populli jonë është shumë amerikanofil, kështu që se po shumë tash Pilinçi tha unë jam pa kryeministri i qeverisë teknike, Marin Mema. Çdo ditë një kryeminist, çdo ditë një kryeminist. Veç shpendi nuk e ka paraqitur ende kandidaturën. Unë jam Josef Usheja. Madje sot po bëhet një mbledhje që shpallën Alfred Çakun kryeminist. Alfred Çakun. Po sot. Ai li prova apo kundër, ka kamera. Ne nuk jemi për të marrë me budallëqe, ne duam që të rrëzojmë Ramën dhe po të merrem me qeverira, me përfaqësira, Rama do që ne të merrem me njëri tjetrin. Të marrëm punë me këtë, pastaj bëjmë 100 qeveri po doni. Madje bëjmë dhe me 4. Si ta kenë, marrim gjithë shqiptarët i bëjmë kryeministra. Ta harxojmë njëherë këtë, ky është problemi. O do ta bëjmë qeverinë me kërcime, me belly dancing vetëm, ta heqim Ramën. Po gjithë ju që e keni kritikuar shpendi nuk është kundra ushtrisë territorit të Kosovës. Shpendi është më pro
është një nga njerëzit që flet më shumë pro ushtrisëtarët e Kosovës. Apo të pëlqen bluza? Mashallah, Po na bën mashallah. zelos kishim marrë ne kështu. Ne kemi fjalën Po tonë. protest. Ne kemi fjalën tonë të bukur shqipe tha, i valla. Atëherë faleminderit shumë që ishte. Respekt. Faleminderit shumë.